Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur, dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetat e Allahut të madhëruar. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. Njeriu në këtë jetë është vazhdimisht në kërkim të suksesit, lumturisë dhe shpëtimit. Çdo ditë ai punon, mendon, zgjedh dhe vepron me shpresën se po ndërton një të ardhme më të mirë për veten e tij. Mirpo, jo çdo rrugë që duket e drejtë e çon njeriu tek e vërteta, dhe jo çdo vepër që duket e mirë ka vlerë tek Allahu. Shpeshherë, njeriu mund të mashtrohet nga vetja, nga shoqëria ose dhe nga djalli i mallkuar, duke menduar se është në rrugën e suksesit, ndërsa në të vërtetë ai thjesht po bie në humnerën e errët. Kurani famulart është udhëzuesi më i sigurt për ta ndriçuar këtë realitet. Në shumë ajete, Allahu na paralajmëron për rrezikun e devijimit, të vetmashtrimit dhe të humbjes së veprave. Ndër ajetet më të fuqishme i kemi sot në temën e ditës sotme, nga ajeti 103 deri në ajetin 106 të surës Kahf, ku Allahu i madhëruar përmend ato të cilët janë më të humburit në punën e tyre. Këta janë njerëzit që lodhen, përpiqen dhe veprojnë, por në fund mbeten pa shpërblim, sepse rruga e tyre për të arritur këto të mira ka qenë e gabuar. Të nderuar dëgjues dhe shikues, të ju ftoja të ndiqnim së bashku tashmë për emisionin Nektari Gjumas për ditën e sotme, surën e përzgjedhur për sot, e cila është surja e 85 e Kuranit famulart, surja Buruj. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Për qiellin me yjesi, për ditën e premtuar, për dëshmitarin dhe për ato që dëshmohet. Mallkuar qofshin ata që hapën hendekun, kur ndezën zjarrin e ushqyer me lëndjekse, kur rrinin ulur rreth tij, duke dëshmuar atë që po i bënin besimtarve. Ata i munduan besimtarët, vetëm pse këta i besuan Allahut të plotfuqishmit, të denjët për çdo lavd, të cilit i përket pushteti i qiejve dhe i tokës, dhe që është dëshmitar i çdo gjëje. Padyshim, ata që i përndjekin besimtarët dhe jo besimtarët, e nuk pendohen, i pret dënimi i xhehenemit dhe dënimi me djegje. Kurse
për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të ketë kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj. Kjo është fitoria madhështore. Vërtet, dëshkimi i Zotit tënd është i ashpër. Vërtet, ai e zëfill krijimin dhe përsërit atë. Ai është falësi i madh, i dëmshuri, zotëruesi i fronjit të lavdishëm, vepruesi i gjithçkaje që dëshiron. Ai ke dëgjuar ndodhin e ushtrive të faraonit dhe të fisit Themud? E megjithatë, ata që nuk besojnë, vazhdojnë ta quajnë atë Kur'an të rrem, ndonë se Allahu është pas tyre e i ka nën kontroll. Përkundrazi, ai është një Kur'an i lavdishëm, në pllakën e ruajtur mirë, që quhet në arabisht Lauhul Mahfuz. Të nderuar dëgjues dhe shikues, për ditën e sotme do të flasim rreth temës se cilat janë të humburit në punët e tyre. A mjafton vetëm të bëjmë vepra apo duhet që ato të jenë të drejta dhe të sinqerta? Si mund ta dallojmë udhëzimin nga devijimi në këtë botë? Cilat janë shkaqet që e çojnë njeriu të humbas, ndërsa mendon se është fitimtar? Duke u mbështetur në ajete kuranore, hadithet dhe mësimet islamit, do të kuptojmë se kush janë më të humburit në punët e tyre dhe si mund të ruhemi nga kjo humbje e madhe. Ne të bazohemi në 4 ajetet e përzgjedhura për ditën e sotme për shtjellimin e kësaj teme, nga ajeti 103 deri në ajetin 106 të surës Kahf. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, aty njoftojmë se kush janë më të humburit në punët e tyre? Janë ata që me punën e tyre ranë në rrugën e humbjes, në jetën e kësaj bote, megjithse mendojnë se bëjnë punë të mira. Janë ata që nuk besuan argumentet e Zotit të tyre dhe takimin me ta. Prandaj, punët e tyre shkuan kot dhe ditën e gjykimit atyre punëve nuk do t'ua japim asnjë peshë. Dënimi për ta është xhehenemi, për shkak se nuk besuan dhe u tallën me argumentet e me të dërguarit e mi. Thot Allahu i madhëruar nga ajeti 103 deri në ajetin 106 të surës Kahf. Në jetën tonë e në jetën e të gjithë njerëzve në këtë rrezullin toksor, vërejmë se njeriu kur merret me një punë të gabuar dhe kujton se ajo punë është e mirë, kjo ignorancë nga ana e tij nuk vazhdon më shumë se një çast, ose vazhdon për një farë kohe, për një vit ose më shumë, por nëse ignoranca tek ai vazhdon gjatë gjithë jetës së tij, kjo është një fatkeqësi shumë e madhe dhe humbje fare e qartë. Prandaj, ne shikojmë se Kurani famëlar të këta persona i ka cilësuar me fjalën më të humburit, sepse ai që bën një faj dhe e di që është fajtor, ai menjëherë vë një kufi aty ku është dhe fajin e kompenson me pendim, me teube e me punë të mirë. Ky është ai që fiton, ndërsa ai që humbet është ai që e sheh veten në faj dhe nuk e lëviz fare veten që të betohet dhe të pendohet nga ai gabim që ka bërë. Ata që kujtojnë se fajet e tyre janë adhurim dhe punët e këqija janë më të mira për to, ose mendojnë se shmangjet e tyre janë rruga e drejtë, këto persona jo vetëm që nuk kanë mundësi të kompensojnë më fajet e tyre, por vazhdojnë të thellohen dhe më shumë në faj derisa të arrin atë frazën që si Allahu i cilëson më të humburit në punët e tyre. Në hadithet e në transmetimet islame kanë ardhur interpretime të shumta në lidhje me fjalën e ajetit më të humburit në punën e tyre. Dhe secili prej këtyre haditheve dhe transmetimeve të shumta e vëtheksin mbi njërin prej vërtetuesve të qartë të këtij kuptimi të gjerë, pa e kufizuar atë në asnjë cak. Transmetimi i ardhur nga Asbeg bin Nebate, i cili njofton se ka pyetur Imam Aliun paqja qoftë mbi të për komentimin e këtyre ajeteve dhe imami ka thënë: janë mohuesit, jo besimtarët, prej hithtarëve të librit të përparshëm, jehudit dhe kristianët, të cilët ishin në të vërtetën,
por ato bën sajesa në fetë e tyre dhe mendonin se po bëjnë punë të mirë. Ata që bëjnë sajesa në fenë e Allahut, të tipit të trinis kundrejt besimit të Zotit një dhe të vetëm, apo që e konsiderojnë Mesihun të birin e Merjemes, biri i Zotit, dhe që kanë futur në fenë e Allahut shmangje dhe degëzime të shumta, duke menduar se po bëjnë punë të mirë, pikërisht këta janë të ngjashmit me ato që i përmend Allahu, më të humburit e njerëzve. Ajeti ka një kuptim shumë të gjerë dhe përfshin grupe të shumta njerëzish të kësaj kategorie që kanë jetuar në të kaluarën, në të tashmen dhe të jetojnë edhe në të ardhmen. Kemi arritur në pikën ku shtjellojmë pyetjen. Pra, cilat janë më të humburit në punët e tyre? Dhe më të humburit të nderuar dëgjues dhe shikues janë ato të cilët nuk i binden urdhrave të Allahut, bëjnë se mendojnë që është rruga e drejtë ndërkohë që është rruga e gabuar, ecin në këtë rrugë duke e ditur që është rruga e gabuar, dhe këto janë më të humburit, sa do të mira të bëjnë në këtë rrugë, ato përsëri mbeten të humbur. Lind me pyetje, cili është burimi për këtë shmangje kaq të madhe, pra për të mos rënë në gropën e të humburve? Në të vërtet, fanatizmi i fuqishëm, arroganca, mendjemadhësia dhe amor propi, të gjitha këto janë disa prej faktorëve që çojnë në të këtilla përfytyrime të gabuara. Disa herë, miklimi, servilizmi dhe mbyllja në vetvete, për një kohë shumë të gjatë ose të caktuar, është shkak për shfaqjen e kësaj gjendjeje, në të cilën njeriu përfituron se të gjithë punët e tij të gabuara janë të gjithë punë të mira, punët me të cilët ai ndjen krenari, gëzohet, mburret e tregohet deri diku arrogant, në vend që të turpërohej për punët që ai po bën, të cilat janë vese të këqija. Kurani famëlart, duke përshkruar këtë lloj gjendjeje si më poshtë, thot Allahu i madhëruar: mos vall atij që puna e keqe i është zbukuruar, ai e sheh atë të mirë, ajeti 8 i surës Fatir. Prandaj të kemi kujdes në zgjedhjet tona, të shohim që çdo hap në atë zgjedhje a është e përshtatshme me atë çfarë na ka thënë Zoti i Gjithësisë. Kjo është në këshill për besimtarët muslimane, por edhe për të gjithë njerëzit të cilët duan që të ecin në të drejtë, le të mendojnë hap pas hapi atë rrugë që ato do të zgjedhin. Në ajete të tjera lexojmë se djalli është ai që i zbukuron fatkeqësisht ato punët e këqija dhe ja bën njerëzve aq të mira ato punë, aq të lezetshme për njeriu, saqë njeriu mashtrohet nga cytjet e djallit dhe fillon dhe bie në grackën e tij, dhe atëherë djalli triumfon ndaj njeriu, por e lë njeriu më pas vet, tërhiqet djalli dhe njeriu mbet aty në atë horizontin e errët që zgjodhi dhe hoqi dorë nga drita dhe udhëzimi. Allahu thot në ajetin 48 të surës Anfal se: Bismillahirrahmanirrahim, kur djalli u ahijeshoi punët e tyre dhe u tha: askush nuk ju mposhti ju sot, unë jam mbrojtës për ju. Por fatkeqësisht nuk ndodh kështu. Djalli i cyt njerëzit, i çon deri në gabim dhe më pas i lën, dhe njeriu çuditet se çfarë i solli vetes së tij më pas. Njeriu besimtar do të jetë gjithmonë në gjendje vigjilence, shpirtërore sidomos, dhe ato morale. Ai nuk duhet të mashtrohet nga pamja e jashtme e veprave, por duhet i peshojë ato me peshorën e së vërtetës, të sinqeritetit dhe të urdhrave hyjnor. Shumë vepra mund të duket të mëdha në sytë e njerëzve, por tek Allahu nuk kanë vlerë nëse janë bërë me qëllim të keq, me sy faqësi apo me padrejtësi ndaj të tjerëve. Prandaj, rëndësi nuk ka vetëm vepra, rëndësi ka njeti, rëndësi ka qëndrimi jon pas asaj vepre dhe momenti që neve mendojmë se ajo është e mirë, ti qëndrojmë pas dhe të lutemi ke Zoti i Gjithësisë që të na mbarsojë. Në një hadith të njohur thuhet se veprat gjykohen sipas qëllimeve. Kjo na mëson se njeriu mund të lodhet gjithë jetën e tij në këtë rrugë kaq të gjatë, por nëse ajo rrugë nuk është e drejtë dhe qëllimi nuk është i pastër, atëherë lodhja e tij shkon veç se dëm. Sa njerëz harxhojnë energjinë e tyre për famë, pasuri, pushtet apo lavdërime, duke menduar se po arrin një sukses shumë të madh, ndërsa në të vërtetë ato po largohen nga Allahu dhe nga shpëtimi i tyre i përjetshëm.
sa do jetojmë në këtë botë. Disa vite më shumë, sa do jetojmë, aq sa na ka caktuar Zoti i Gjithësisë, por synimi real do të jetë çfarë morëm ne nga kjo botë për të fituar në botën tjetër. Kjo është pyetja që çdo njeri kur çohet në mëngjes dhe falenderon Allahun e madhëruar për mirësinë që e zgjoi dhe këtë mëngjes për të rregulluar veprat që ka bërë, për të penduar, për të falur dhe për të punuar për një të ardhme më të mirë, le të mendoj njeriu se cila është më e mirë për të eci në një rrugë që është pak e vështirë, por është me një jetë të pastër ai njeriu, ka sinqeritet në të dhe punët nuk janë në kundërshtim me Zotin, apo të zgjedh një rrugë të lehtë ku i duken gjërat e vështira, por ato janë vetë se gabim për të dhe për rregullat jetike të atij njeriu. Një tjetër mësim që nxjerrim nga këto ajete është domosdoshmëria e vetlllogarisë. Njeriu duhet ta pyesë veten çdo ditë se a është kjo rruga që pëlqen Allahu, apo veproj sipas rregullave të Zotit të Gjithësisë, apo i bëj unë dobi njerëzve me këtë që po bëj, apo po i dëmtoj ato, apo e ndërtoj shpirtin tim nga e para me një pastërti, apo pa e gjys dhe më shumë në errësirën e ignorancës, arrogancës dhe së keqes. Këto pyetje të nderuar dëgjues dhe shikues, nëse i kthehet përgjigje këtyre pyetjeve, njeriu e kupton veten e tij se ku është dhe fillon dhe e mbron veten nga dështimi, mashtrimi dhe ulja e vetvetes. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: ai që njeh veten e tij ka njohur Zotin e tij. Kjo fjalë e urtë tregon se njohja e dobësive, e gabimeve dhe e mangësive tona është fillimi i udhëzimit. Njeriu që e sheh veten gjithmonë të drejtë dhe të pagabueshëm, aty gabon. Dhe ai në këto momente mbyll derën e përmirësimit dhe atëherë njeriu nuk fiton asgjë sepse ngel në një vend dhe nuk e kupton se çfarë gabimi po i bën vetes tij. Në shoqërinë tonë mund të shohim shembuj të shumë të këtij realiteti. Ka njerëz që bëjnë padrejtësi dhe e quajnë atë zgjuarsi. Ka njerëz që mashtrojnë dhe e quajnë fitore. Ka njerëz që përçajnë dhe e quajnë trimëri. Ka njerëz që largohen nga feja dhe e quajnë këtë përparim. Kjo është pikërisht ajo gjendje që përmend Kurani, humbja e njeriut, ndërkohë që ai mendon se është fitimtar. Kjo është gjendja më e rrezikshme, sepse njeriu nuk ndjen nevojë për kthim as për pendim dhe as për të lutur Zotit të Gjithësisë për udhëzimin e tij. Prandaj besimtari duhet të kërkojë vazhdimisht dituri, këshill dhe udhëzim nga Allahu. Ai duhet të shoqërohet me njerëz të mirë, të lexojë Kuranin e shenjtë, të meditojë mbi jetën e profetëve dhe të imamëve dhe të mos mbështetet vetëm tek mendimi i vet, sepse njeriu mund të gabojë, ndërsa ai që kërkon të vërtetën me përulësi, Allahu me do e mos ja hap atij rrugët e udhëzimit. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, në mbyllje të emisionit për ditën e sotme, do të thoja se këto ajete që përcolla për ju, nga ajeti 103 deri në ajetin 106 të surës Kahf, janë zgjim për zemrat tona. Ata nuk flasin vetëm për popujt e kaluar, nuk flasin për të tanishmen, flasin për sot, për nesër, për një të ardhme, të cilat deri në sa të kemi frymë të jetojmë në këtë tokë, do të flitet kjo temë. Sepse secili prej nesh duhet të ketë frikë të mos bie në gjendjen e atyre të mëparshmëve dhe duhet të lutet që Allahu ta bëjë ata prej atyre që shohin të vërtetën dhe edhe nëse shohin gabimin të flasin për të dhe të largohen nga ai gabim duke shtuar sa më shumë të vërtetën. Shpëtimi nuk është thjesht të punosh mirë, por është të punosh drejt, të punosh me besim, me sinqeritet dhe në rrugën e Allahut të plot fuqishëm. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, tashmë ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن